edhe... Po, më varet tash shka e morëm patriotizm, nëse na e morëm i patriotizm dikush që të ofendon e të shonë për me gjithë në mbrami, a i vish me patriotizm s'ka të bëj. Unë mendoj që shoqëria kosovare ka pas një traditë zakonore shumë të mirë ku nuk i ka ofendu njerëz. Unë mendoj që sot patriotizmi më shërbi këtë vendi, që është vendi jonë, sot s'është marrë me lajmëruni dukuri negative që e bën dikush, sot është mirë çdo njeri me kujdes për komunitetin ku jeton, për vendin ku punon. Sot patriotizmi është një ndërmarrës i suksesshëm që i hap vende pune, që zhvillon këtë shoqëri. E patriotizmi me të ofenduar, me të shohë, me të degraduar deri në këtë nivel, sinqerisht unë mendoj që kemi ardhur me një gjendje ku nështë do të me gjithë një mekanizm tjetër për me ndërprej këto. A barazot kjo ndjenja patriotizmit me qasjen politike, me politikën, me atë se nga nojme? Politika dallon me patriotizmi në çështje që e kosh... Po flasë qytetarët sot. Unë mendoj që patriotizmi është një kohë të caktuar, në momentin e caktuar, edhe ne kemi pas mundësinë me tregu patriotizmin, ka qenë koha kur është dashur me tregu patriotizmin, sot mendoj që mas pakti kemi nevojë për patriotizëm, sot kemi nevojë për punë, kemi nevojë për mërqenit mirë, kemi nevojë për me respektu njëri tjetrin, me vlerësu edhe kritikën e tjetër, për shembull, se çdo njeri ka drejtën e kritikës vet, po kjo çka po ndodh në rrjetet sociale, sinqerisht është dëshpëruese dhe po mendoj që e ka kaluar çdo limit njerëzimit të kësaj shoqërie. Qysh e ndjente se ish luftar? Po tash është e rënë. A ke imagjinu që këto të ka me shku? Tash është e rënë, unë ta them një shembull, unë bëj një kritikë në rrjetet sociale, më shkruan dikush ndoshta me fake profil thot ti je shpioni i Vučićit në djali 2 lufta 19 vjeçar kom qenë në vit frontit paramendoj 19 vjeçar s'kom di çka vlerë ta jetës ai mund të thonë se ti je shpion vetëm se nuk i pëlqen kritika jam kjo është me të vërtetë e papranueshme po tash këta trimat e testatura janë botë shumë edhe nuk i çka bën domosdoshmë nuk mundesh me luftu me ta se është e pamundshme.